Në prapasken, kur AI jep përgjigje, a e lexon tekstin tënd, e ndan në shembuj më të vegjël, pra e kupton kontekstin dhe pastaj parashikon fjalët e mundshme që do të vjenë në të ardhmen apo predikimi i ardhshëm. E bën shumë shpejt sepse vetëm se është i modeluar në fjalët e mëhershme. Pra, nuk mendon si një njeri, por e predikon se çfarë është përgjigja e mundshme bazuar në fjalët që i kemi dhënë. AI ndonjëherë jep përgjigje të pasakta, sepse AI nuk verifikon, por vetëm parashikon, sepse ka mësuar nga modelet më herët, ndonjëherë mungojnë dhe të dhënat e sakta, pra krijon fjali që të mbushllëqet, por nuk ka diçka të logjikshme mbrapa saj. Këtë e quajmë në AI si halucinim i AI-s. Inteligencë artificiale po na bën më dembel, për shkak se ne si njerëz, çdo herë që të automatizohet në teknologji e re, e kemi si prirje për ta keq përdorur atë. Kjo ka ndodhur në mënyrë shumë më drastike në rastin e inteligencës artificiale, për shkak se nuk e kemi vretur derisa është bë modami. Mirë po, normal që prapë përdorim për sugjerime, po unë personalisht sugjerimet nuk i pranoj pa i verifikuar të ndonjë person real. Po, mendoj se inteligjenca artificiale po na bën edhe atë shumë dembel, për shkak se ne kemi shumë opsione, ku mund me përdor libra, mund t'i parashtrojmë pyetje profesorëve, mirë po ne ngurojmë edhe e shohim si opcion më të mirë edhe më të lehtë inteligjencën artificiale. Sjelljet njerëzore ndikohen nga dy komponente, nga mendimet e tona edhe nga ndjenjat e tona. Tash inteligjenca artificiale në sasi shumë të madhe po ndikon tek formimi i mendimeve. E padyshim që kjo do të ndikon edhe te veprimet, te aksionet, te sjelljet e tona. Të rinjt me përmas shumë të madhe janë duke ndikuar nga mendimet çarkullon inteligjencës artificiale. Edhe kjo po ndikon në mungesë të madhe të kreativitetit. Ne në foltoret edhe në bankat e universiteteve po i shohim projekte të ndryshme, përgjigje në provime të ndryshme, të cilët janë shumë të njëjta me njëri tjetrin, gjë që më parë ka qenë shumë e ndryshe. Arsyeja sepse psikologjia ekziston është diversiteti, llojshmëria në mendime, në emocione dhe në sjellje, nga që ne të gjithë jemi të ndryshëm.